Çfarë është dielli? Me thamë që dielli është si gjithë yjet e tjerë që kanë dritën dhe energjinë e tij. Një trup, pra një glamsh i rrupa, që ka dritën dhe energjinë e tij, dhe që qarkullon në orbit, në galaktikën e tij, siç është rasti i galaktikës Sonë, që është kashta e Kundrit ose rruga e Qumshtit. Ja ku kemi galaktikën, rruga e Qumshtit, ku dielli qarkullon në orbitën e tij rreth qendrës së galaksisë me shpejtësi rreth 220-250 km/s. Pra në sekond ai shkon 250 km. Si u formua sistemi ynë diellor? Atëherë sistemi ynë diellor u formua në kohën kur formuan të gjithë yjet e tjera në galaktika rreth 4.6 deri në 5 miliardë vjet më parë. Pra thamë 15 miliardë ishte grumbullimi i lambës, 13.8 miliardë ishte Big Bangu, pra shpërthimi i madh, dhe nga 4.6 deri në 5 miliardë kemi formimin e yjeve, kemi formimin e sistemit tonë diellor. Tu kemi disa dhëna në cilën na tregon që diametri i diellit është 1.400.000 kilometra, kurse toka 12.750 kilometra. Largësia nga dielli në tokë është 150 milion kilometra. Dhe drita e diellit e përshkruan këtë largësi prej 8 minutash e 18 sekonda, kurse largësia nga toka në hënë është 400.000 kilometra, pra shumë pak. Dhe thamë që dielli qarkullon në orbit rreth qendrës së galaktikës rruga e Qumshtit prej 250 km/s. Masa e diellit është 333.000 herë me masën e tokës. Pra jo një herë, po 333.000 herë me masën e tokës. Largësia nga toka në diell, që është një njësi astronomike, është 107 herë me masë diametrit të diellit. Pra largësia nga toka në diell, që quhet një njësi astronomike, është 107 herë më e madhe se sa vetë diametri i diellit. Pra këtu ne kemi parë dielli më i madh, në vërtet 150 milion, është 107 herë më shumë se sa 1.400.000 kilometra. Dhe kjo largësi është 11.700 herë më e madhe se diametri i tokës. Pra kjo largësi është 11.770 herë më e madhe se diametri i tokës. Ja të bëjmë krahasim midis masave të diellit dhe masave të tokës. Pra toka është shumë herë më e vogël se sa dielli. Vetë dielli përbëhet nga 72% nga hidrogjeni, 26% nga heliumi, 2% nga oksigeni dhe azoti, dhe vetë dielli përbëhet 99.86% të sistemit tonë diellor. Pra thuajse gjithë sistemi diellor është dielli për masën dhe masën e tij që ka. Cila është struktura e diellit? Në qendër kemi përthamë, në cilën dy molekula hidrogjen shkrihen në temperatura rreth 15 °C dhe shtrohen në helium. Pra shkrihen dhe shtrohen në helium. Lënda për shkak të rësisë së madhe është gjendjes së plazme. Në gjendje plazme është edhe në zonën përreth që është zona radioaktive, pra që ka një radioaktivitet shumë të lartë. Në zonën konvektive, atëherë gazet me temperaturë të lartë ngjiten në pjesë më sipërfaqësore, ftohen për shkak të ndryshimit të temperaturës dhe zbresin përsëri poshtë dhe fillojnë të bëjnë një cikël të tillë. Pra në zonat konvektive ndodh procesi konveksioni, që do të thotë ngjitje lart, ftohje, zbritje, nxehje, pra ngrohet përsëri, ngjitje përsëri lart.
Dhe në pjesën më përfaqësore gjendet fotosfera, kromosfera dhe kurora ose korona. Fotosfera në greqisht do thotë fotodrit. Kështu, atëherë është drita që vjen ne. Kromosfera është ngjyrë, gazetë jam të pakët dhe kanë ngjyrën e kuqe. Kështu, pra, kromosfera i jep ngjyrën e kuqe që ne dallojmë të tillë. Kurse kurora është pjesa më e sipërme e strukturës së diellit, e cila bashkë me kromosferën përbën erën diellore. Era diellore është ajo energji që vjen drejt tokës së gjithë trupave të tjerë që gjenden brenda sistemit tonë diellor. Shikojmë pak në sipërfaqe e diellit se çfarë ndodh. Shpërthime të fuqishme për shkak të reaksioneve të fuqishme që ndodhin aty. Këto quhen protuberanca diellore. Dhe këto ngritje lëvizin me shpejtësi prej 1000 km/s. Pra në një sekond, këto shpërthime arrin 1000 km lartësi, deri në 1000 km/h. Në varësi të reaksionit që ndodh. Thamë që kromosfera dhe kurora përbëjnë erën diellore. Çfarë ndodh kur era diellore godet fushën magnetike të tokës? Pra, me ngjyrë roz është fusha magnetike e tokës, me ngjyrë të katër është era diellore. Atë fusha magnetike e tokës e ndryshon drejtimin e grincave apo forcës së erës diellore, duke i quajtur ato drejt poleve dhe krijon një fenomen shumë të shëndetshëm, por shumë të bukur, që quhen aurora polare, borealis në veri dhe australis në jug, pra aurora polare. Çfarë janë aurora polare? Janë ndriçime dhe zhurma kërcitëse në qiell, cilat ndodhin për shkak të përplasjes të erës diellore me fushën magnetike të tokës. Janë disa zhurma si kërcitje dhe ngjyra të ndryshme në qiell. Ngjyrat varen nga gazet që ka atmosfera. Ambrin në tokë e gjithë energjia diellore, jo. Ne marrim 2.000 miliardën e energjisë diellore. Në qendër të diellit, pra në zonën e përthamës, ne kemi 15 miliard gradë Celsius. Kurse në fotosferë 6000 gradë Celsius. A ka rëndësi dielli dhe energjia diellore? Shumë rëndësi. Energjia diellore krijon këto dukuri që ndodhin në tokë. Një, qarkullimi i ujit në natyrë. Pak të energji, uji nuk do të ngrohej dhe nuk do ngjitej në sipërfaqe dhe do të kthehej përsëri. Qarkullimi i masave ajrore. Përsëri masat ajrore lëvizin për shkak të ndryshimeve të temperaturës. Ndërrimin e stimëve, për shkak të poshtit tokës dhe për shkak të nxehtësisë, kemi ndryshim të stimëve. Batica për shkak të forcës gravitacionale të diellit, forcës strese të hënës, por ka ndihim edhe dielli. Procesi i fotosintezës të bimit, proceset gjeologjike toksore, pra nxehtësia, shkatërrimi, shkëmbërja e tjera. Rrezet ultraviolet dhe rentgen, të cilët kanë rëndësi të tyre në tokë. Pa dritën dhe ngrohtësinë diellore, toka do ishin trup i ftohtë dhe i pajetë, si shumica e planetëve të tjerë.